Një ngjarje e rëndë ndodhi në orët e hershme të mëngjesit të 16 marsit në rrugën Vëllëzrit Frashëri në Gjakov, ku si pasojë të shtënave me armë zjarri, mbeti i vrarë 38 vjeçari Rasim Binakaj, ndërsa u plagos Edi Mehmeti, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas të dhënave fillestare, viktima dhe i dyshuari Nexdet Zymberaj, pronar i lokalit My Place, kishin qenë shok, ndërsa dyshohet se ngjarja ndodhi pas një konflikti brenda lokalit. Në vendin e ngjarjes, policia gjeti 5 gozhoja dhe një thik, duke treguar për përshkallëzim të dhunës. Fillimisht i dyshuari u largua nga vendi i ngjarjes dhe ishte në kërkim, por në orët e pasdites rreth orës 16:30 ai u dorëzua në stacionin policor në Gjakov. Me vete dorëzoi edhe armën e dyshuar të krimit, një pistolet TT me karikator, e cila u sekuestrua si provë materiale. Pas intervistimit në prani të avokatit, i dyshuari zgjodhi të mbrohet në heshtje. Me vendim të prokurorit për krime të rënda, ndaj tij është caktuar masa ndalimit policor për 48 orë. Rasti është cilësuar si vrasje e rëndë dhe mbajtje pa autorizuar e armëve, ndërsa trupi i pajeti viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Hetimet po vazhdojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat e kësaj tragjedie që ka tronditur qytetin e Gjakovës.